Nëse do të kërkojmë diku në histori për një moment ku nderi, sakrifica dhe heroizmi u bashkuan në një vetëtim të vetme, atëherë duhet të ndalemi tek një familje. Një emër që sot duhet të ushtojë në çdo anë të Kosovës së Lirë. Familja Rama. Njerëz të thjesht, punëtor, bujar, por mbi të gjitha të përkushtuar ndaj atdheut. Ata nuk luftuan për lavdi, nuk kërkuan shpërblim. Ata luftuan sepse liria ishte më e shtrenjtë se vetjeta. Në pranverën e vitit 1999, ndërsa Kosova digjej në zjarrin e pushtuesit, 10 antar të një familjeje, burra, gra, vajza, djemë të rinj e të moshuar, zgjodhen të vdesin në këmbë, më parë se sa të jetojnë të përkulur. Kjo është epopeja e tretë e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Pas Prekazit dhe Glloxhanit vjen Shkabaj, vijnë Ramajt. Para se të nisemi drejt kësaj historie të jashtëzakonshme, trimërie dhe flijimi, nëse e vlerësoni përpjekjen për të sjellë këtë vërtet të madhe shqiptare, pëlqejeni këtë video dhe abonohuni në kanalin Histori Epike. Kështu së bashku do t'i mbajmë gjallë kujtimet për ata që dhanë gjithçka për lirinë tonë. Gjaku i atdhe dashurisë në familjen Rama nuk u krijua rastësisht. Ai rrjedh që nga viti 1912, kur Nezi Rama, sërgjyshi i dëshmorëve, mori armët për të mbrojtur Shkodrën nga pushtuesi malazez. Që nga atëherë, ky fis i Gollakut nga fshati Kolaj mbolli farën e një ideali që do të lulëzonte gjenerat pas gjenerate. Deri tek epopeja e fundit, te sakrifica sublime e 10 dëshmorëve. Gollaku, toke forte burrave të çelikt, do t'i jepte Kosovës një brigadë të tërë luftëtarësh të lirisë. Pas një kohe, familja Rama u vendos në Shkabaj të Obiliqit, ku edhe sot jetojnë pasardhësit, krenar me plagët e shpirtit ende të gjalla. Por me kokën lart, sepse familjarët e tyre i falën atdheut gjithçka. Në krye të kësaj sage qëndron Agron Rama, i lindur me 15 tetor 1969 në Shkabaj, djali i parë i Ismet Ramës, punëtor i palodhur në kombinatin elektroenergjetik të Obiliqit, dhe i nënës Hatigje, një grua stoike që mbeti e pathyer edhe pas humbjes së bashkëshortit dhe 2 djemve të saj. Agroni nuk ishte vetëm një luftëtar. Ai ishte pishtari që ndezi zjarrin e lirisë në mesin e familjes dhe shoqërisë. I vetëdijshëm për sakrifica që kërkonte rruga e çlirimit, ai investoi edhe kafshatën e gojës për nevojat e kryengritjes. Shtëpia e tij u kthye që në vitin 1997 në bazë të fuqishme të UÇK-s. Armatimi që vinte nga Shqipëria, përmes Huarekës, Doberdolanit, Malishevës e Zhilivodës, ruhej aty, në oborin e shtëpisë Agronit, që shndrohej natën në qendër logjistike të luftës. Ai e bëri rrethin e vet shok armësh, e miqt bashk luftëtar. Në atë shtëpi, në atë familje që kishte 7 fëmijë, 4 djeme, 3 vajza, Agroni ishte më i madhi dhe më i vendosuri. Ai e mori mbi supe barën e lirisë. Në krah të tij qëndruan vëllezërit e gjakut dhe të idealit. 10 Ramaj, të lidhur si fishek në një gjerdan, 10 zemra që rrihnin për Kosovën. Më 27 mars 1999, ata ranë si një, të gjithë dëshmor. Rrethuar nga armiku, nuk u dorëzuan, nuk u zbrapsën. Ata zgjodhen lavdin, jo jetën, dhe kështu e përsëritën epopejën e Prekazit, me gjak, me zjarr, me besë, si Jasharajt, si Haradinajt.
Krahas Agronit në çdo hap qëndroi Faruk Rama, djali i Axhës, i lindur me 6 korrik 1976. Djal i urtë dhe i mençur, me një shpirt rebel ndaj padrejtësisë. Djali i parë i Izet Ramës, burr që rriti fëmijët me djersën e ballit, duke i mësuar të ecin drejt edhe kur rruga është e vështirë. Faruku kishte shkëlqyer në shkollë, por varfëria nuk i kishte lejuar ta çonte më tej dijen. Megjithatë, ai nuk u ndal. U hodh në demonstratat e 90-s, u pushua si i papërshtatshëm politikisht dhe u bë pjesë e organizimit të UÇK-s qysh në vitin 1996. Ai kuptoi që liria nuk dhurohet, liria fitohet vetëm me armë e vendosmëri. Faruku përmes Agronit u bë pjesëtar i lidhjes kombëtare për çlirimin e Kosovës, ku u njoh edhe me veprimtarin Agron Xhemaili. E që së bashku kishin qëllimin e rezistencës aktive dhe luftës armatosur për çlirimin e Kosovës. Ata nga ilegaliteti i thellë nxjerrnin edhe organin e vet, çlirimi, që shpërndahej në qytete e fshatra të Kosovës. Por epopeja e tretë nuk do të ishte plot pa emrin e Albert Ramës, djali më i vogël i Ismetit dhe Hatixhes. I lindur me 3 mars 1983, Albert Rama ishte vetëm 16 vjeç, kur ju bashkua vëllait të tij dhe Farukut. Ai e la shkollën në Prishtinë dhe mori rrugën e vështirë të luftës. Duke ndihmuar në çdo aspekt, një djalosh që nuk u tremb, as kur u përball me tanke e armiq dhe as kur e dinte se fundi mund të ishte pranë. Ai nuk donte të jetonte në robëri, zgjodhi lirin edhe nëse ajo vjen me çmimin më të lartë. I ri në mosh, por i madh në zemër, ai e la shkollën për lirin, braktisi librat për pushkën, u bë pjesë e organizimit, pjesë e luftës, pjesë e sakrificës. Treshja, Agroni, Faruku dhe Alberti ishin zemra që rrihte në trupin e UÇK-s. Ata krijuan një njësi guerile që vepronte me guxim të jashtëzakonshëm, operacione, organizim, motivim, gjithçka për Kosovën. Aktiviteti i luftëtarëve Rama do të kulmonte në ditën kritike. Ishte një ditë pranvere, 27 mars 1999, ora 14. Forca të shumta serbe me makina lufte dhe trupa të armatosur rrethojnë lagjen e Ramajve në Shkabaj. Rrethimi po ngushtohej. Era e krismave ndjehej afër. Dhe në atë çast vendimtar kur armiku afrohej me gjithë egërsinë e tij, Agron Rama i vërejti lëvizjet. Ai e kuptoi, ishte fundi ose fillimi i lavdis. Me gjakftotësi u tha familjarëve të tërhiqen, pasi ai do të rrinte pas për të luftuar. Gjysma e familjes u tërhoq për t'u shpëtuar, por gjysma tjetër, Faruk e Albert Rama dhe 7 të tjerë mbetën me Agronin, jo për t'i shpëtuar rrethimit, por për ta përplasur armikun për toke. Kishin vendosur që sa po armiku të afrohej, të sulmonin të parët, të tregojnë se Kosova nuk jepet, se shqiptari nuk përkulet, se shtëpia është kështjell, jo streh frike. Dhe kur plumbat filluan të bien, kur shtëpit u kthyen në kështjella dhe rruga për në Obiliq u bë fush betej, Ramajt nuk u tërhoqën. Edhe pse shtëpia e tyre ishte në rafsh, pa mbrojtje, pa përparësi taktike, ata qëndruan. Sepse liria nuk pranon llogari të ftohta, liria kërkon vetëm një gjë, flijimin, dhe Ramajt flijuan gjithçka. Brenda shtëpive të shndruara në llogore, Ramajt luftuan si legjenda, dhëmb për dhëmb, trup për trup, kundër një ushtrie të tërë. Në këtë betejë që zgjati me orë të tëra, ranë dëshmorë.
Ismet Halil Rama me 2 djemtë e tij, Agronin dhe Albertin, Faruk Izet Rama, Gjevat Qamil Rama me 2 bijat Shqipen dhe Syzanën, Bejtush Halil Rama, Gjeladin Qamil Rama dhe gruaja e tij Hamide Rama. Burrat, gratë, vajzat e djemt, të gjithë bashk për një betejë që sfidoi logjikën e një lufte të zakonshme. Ata nuk ishin një ushtri me uniforma, ata ishin një familje me zemër të madhe, që vendosi të mos dorëzohet. Agron Rama i ktheu shtëpitë në llogore të lirisë. Ai e bëri oborrin e vet terror për armikun, mbrojtje për kombin. Siç e ka bërë gjithmonë shqiptari në ditët e zeza, kur gjaku bëhet flamur. Dhe ndoshta nuk ka fjalë që përshkruajnë atë që ndodhi. Nuk ka pend që mund të përshkruaj madhështinë e luftëtarëve, shkruante dikur Mihail Grameno, dhe sot kjo fjali është e shkruar me gjakun e Ramajve. Epopeja e Ramajve ishte një thirrje për çlirim dhe bashkim kombëtar, por pas luftës kjo sakrificë nuk mori për herë vëmendjen që meritonte. 10 dëshmorët e martirët e familjes Rama u ngritën në pjedestalin e pavdeksisë. Ata i dhan UÇK-s epopejën e tretë, pas Prekazit dhe Glogjanit. Në fillim u ngritën jasharajt, pastaj Haradinajt, dhe në fund, kur lufta po mbyllej, kur fryma e fundit e okupatorit po qahej, u ngritën Ramajt. Ata nuk luftuan për një ditë, as për një copë tokë. Ata luftuan për liri kombëtare, për bashkim kombëtar. Shembulli i tyre flet edhe sot. Që shtetin ta bëjmë të fortë, që ushtria të jetë gjithmonë e gatshme, që pushka të mos ndryshket, sepse historia na ka mësuar se armiku nuk fle kurrë. Agron Rama dhe familja e tij u bën zëri përfundimtar i kushtrimit, dhe pas këtij zëri, armiku u thye. Liria erdhi. Banorët e Shkabajt kërkuan që shkolla e fshatit të mbante emrin e dëshmorëve Rama, por për 10 vite kërkesa mbeti e refuzuar. Deri më sot, vetëm një rrugë mban emrin e Agron Ramës, dhe së fundmi, biblioteka e qytetit të Obiliqit u emërua në nder të motrave dëshmore shqipe e Syzana Rama. Por a mjafton kaq për 10 jetë të falura për lirinë tonë. Sot kur Kosova është e lirë, kur jetojmë pa frikën e një armiku që troket në derë natën, duhet të ndalemi e të mendojmë, kush e bëri të mundur këtë? Ramajt nuk ishin thjesht luftëtar, ata ishin zëri ndërgjegjës sonë kombëtare. Ishin kumbimi i kushtrimit përfundimtar që solli kapitullimin e armikut. Agron Rama dhe 9 të afërmit e tij nuk jetojnë më fizikisht, por ata janë të pavdekshëm, sepse zgjodhen të bëhen legjend. Ata dhanë gjithçka. Çfarë kemi dhënë ne për ta? Tregojeni historinë e tyre, shkruajeni, përhapeni. Mësoni fëmijët për epopejën e tretë të UÇK-s, sepse nëse harrojmë Ramajt, harrojmë veten. Komentoni më poshtë apo bëjmë sa duhet për t'i nderuar këta heronj. Lavdi e përjetshme për dëshmorët e familjes Rama.